Kryetari i Bashkisë së Kryeqytetit Lulzim Basha kishte pak minuta që kishte nisur fjalën për të rreshtuar të gjitha arritjet e tij në krye të Tiranës, kur energjia elektrike. Në ambientet e Akademisë së Arteve ikin dritat dhe do të duhet më shumë se 1 orë e 30 minuta që përmes këtij gjeneratori, të cilin e sjell OSHE, të rikthehen dritat, e teksa punonjësit mundohen të rilidhin energjinë elektrike, e cila ishte fikur për shkak të një defekti. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, njëkohësisht dhe lideri i opozitës, ka pritur. Pas rreth 1 ore me ardhjen e dritave, kreu i Bashkisë së Kryeqytetit Lulzim Basha nënguroi të japë shpjegimet e mundshme për këtë shkëputje të dritave. Dhe sfidave që ka kaluar Bashkia e Tiranës, veçanërisht që nga rilindja totale e Shqipërisë, në veçanti e sektorit energjetik, siç u provua në këtë 1 orë gjysmë errësirë, që është shumë keq nëse është e porositur politikisht, po akoma më keq nëse po kthehet në përditshmën e qytetarëve shqiptar, kjo nuk është më e keqja. Kështu që duke shpresuar që kryeministri ta ketë plotësuar dëshirën që të ishte në të gjitha ekranet live duke folur për përmirësimin e biznesit në Kosovë, rifillojmë prezantimin ton. Më pas aktiviteti ka vijuar normalisht. Basha ka radhitur një sër arritjesh gjatë këtyre 3 viteve, duke theksuar se janë hapur në total 20.000 vende të reja pune, por pavarësisht nga kjo shifër, kreu Bashkisë ka shpjeguar se ka një rënje të hapjes së punëve të reja për shkak të bllokimit të qeverisë. Bilanci i këtyre 3 viteve është 25.000 të punësuar. Por lajmi jo i mirë është se kjo shkallare ka ardhur duke rënë. Kjo padyshim përkon me një antitezë që është sot në veprim të taksave të larta, të rritjes taksave dhe për fat keq me sa duket prej sot të rritjes edhe të elementeve vendimtar në strukturën ekonomike, siç është çmimi i energjisë elektrike. Pas kësaj situate ka reaguar operatori i shpërndarjes së energjisë duke bërë me dije se si pasojë një defekti teknik në fidrin numër 201, ka mbetur pa energji elektrike gjithë zona e sheshit Nën Tereza. OSHE thekson se nuk ishte njoftuar nga bashkia për aktivitetin, duke bërë thirrje që për herët e tjera të njoftohet që të merren masat, në mënyrë që problemet teknike të mos kthehen në politike, shkruhet në njoftimin zyrtar të operatorit të energjisë.